Ishte mëngjesi i Bajramit. Dielli sapo kishte dalë dhe dritat e para po përkdhelnin dritarën e vogël të një shtëpie të vjetër në fund të një fshati. Brenda, një nënë e moshuar ishte zgjuar që herët. E kishte zakon, çdo Bajram zgjohej para sabahut, edhe pse tashmë nuk ishte askënd për të zgjuar. Me duar që i dridheshin paksa nga mosha, ajo përgatiti sofrën. Vendosi baklavën që e kishte bërë vetë një natë më parë, edhe pse i kishin thënë, mos u lodh moj nën, s'ka kush vjen. Por ajo nuk i dëgjoi. Sot vjen djali jem, përshpëriti me vete. Djali i saj, i vetmi, ai që e kishte rritur me sakrifica, që kishte kaluar net pa gjumë për të, që kishte punuar çdo punë vetëm që ai të mos i mungonte asgjë. Kishin kaluar muaj pa u parë, madje edhe telefonatat ishin ralluar, por sot ishte Bajram. Sot s'ka si mos më ardh, tha me bindjen e zemër nëna shkërit. Ajo u ol pranderës, çdo herë që dëgjonte një makinë të kalonte, ngrihej menjëherë. Mos është ai djali im? Por makina kalonte dhe rruga mbetej bosh. Kaluan orë. Fëmijët e kumshive vinin e iknin të veshur bukur, duke qeshur, duke urruar. Nëna i shikonte nga dritarja me një buzëqeshje të lehtë, por sytë e saj tregoi një dhimbje që s'fshihej dot. Ora shkoi 10, pastaj 12. Telefoni ishte aty, mbeti tavolinë. Ajo e shikonte çdo pak minuta, madje një herë mori në dorë e kontrolloi nëse kishte sinjal. Ndoshta s'ka pas rrjet, e arsyetoi nëna djalin. Pastaj e vendosi sërish. Sofra ishte ende pa prekur. Baklavaja po thohej pak nga pak. Dera mbeti e hapur, si gjithmonë kur priste dikë, por askush nuk erdhi. Asnjë telefonat, asnjë mesazh, asnjë trokitje në derë. Kur ra pasditja, ajo ngrit ngadalë, e mbështeti dorën në morë dhe eci drejt sofrës. E pa për disa sekonda, pastaj tha me zë të ulët, hajt, ndoshta është i zënë, por në zemër e dinte të vërtetën. Ajo nuk ishte më prioriteti i tij. Ul në karrige dhe mori një copë të vogël baklavaje. Nuk e hëngri, vetëm e mbajti në dorë. Lotët filluan të rrjedhin ngadalë. Jo me zë, jo me vajtim. Por ato lot ishin më të rëndë se çdo britmë, sepse nuk ishin vetëm për atë ditë, ishin për gjithë ato ditë që kishin pritur, për gjithë ato herë që kishte thënë, s'ka gajle, veç le të jetë mirë djali jam. Mbrëmje ra. Ajo ngrit dhe mbylli derën, për herë të parë atë ditë. Para se të shtrihej, e mori telefonin edhe një herë, e pa ekranin bosh dhe vendosi pranë një stëkut. Ndoshta nesër më thret, tha, dhe mbylli syt. Por zemra saj mbeti hapur, duke pritur një zë që nuk erdhi as atë Bajram. Kjo është nëna, jo vetëm një, por sa shumë nëna janë këto ditë që presin një urim nga djali i tyre apo vajza e tyre. Por ja që nuk po ndodh një gjë e tillë. Djemt po i harrojnë nënat, po ikin në gërbet, po i marrin gratë fëmijët, e nënave ndonjë mesazh ose ndonjë telefonat, po jo dhe të vizitojnë. Kujdesuni për nënat.